një disciplinë sportive luftarake ku dy kundërshtar përpiqen ta rrëzojnë njëri tjetrin në tokë, apo e mbajnë kundërshtarin me shpinë në dysheme për disa sekonda, por pa përdorur goditja. Bëhet fjalë për sportin e mundjes, i cili është një sport force, teknike dhe strategjia. Kërkon ekuilibër, shkattësi dhe kontroll të trupit. E këtë më së miri së fundmi po e bën Kanita Spahia, e cila është vetëm 16 vjeça. Ajo ishte ftuar në Zoom e flet më shumë për ndodhitë e fundet. Unë jam Kanita Spahia, jam 16 vjetë, më pëlqejnë sportet luftarake, janë të vështira, po kam vendos vetë me bo, edhe shpresoj që kam arrit. Ajo e mori një medalje duke u shpall fituese në Rumani. Medaljen e fundit e kom morë në Rumani, që mbajtu në Cluj-Napoca, u kon kampionati ballkanik, ku jam shpallën kampione ballkanike. Kom pas garë me një turke, ku e kom poshtë 12-2, dhe ka zgjatë rundi deri në fund, prej fillimit deri në fund. Ajo pas mbarimit të mësimit shkon në stërvitje dhe ushtron 2 orë. Në sportin e mundjes, ushtrimet janë të rëndësishme për të zhvilluar forcën, shkattësinë, ekuilibrin, qëndrueshmërinë dhe tekniket e duhura të kapjes. Mes këtyre angazhimeve, Spahia gjen kohë të lirë që të përkushtohet edhe në restorantin e saj. Weekendov në kohën e lirë, unë vi këtu në shtrazë e kam restorantin, ku prindërit e mi janë shefa, edhe i nimoj prindërve, dalejt si natyrë. Me qenë se u përmend familja, e reja nga Kaçaniku foli me shumë dashni për përkrajen që merr nga njerëzit e saj të dashur. Prindërit i kam gjithmonë pranë, sidomos babi, gjithmonë afër më rrin. Kam përkraje shumë të mëdha ndaj familjes, i falenderoj shumë. Shpreson që shumë shpejt ëndra do i bëhet realitet që të jetë profesoreshe edukatës fizike, për të ndihmuar të rinjët të zhvillojnë trupin, mendjen dhe disiplinën përmes sportit. Por cila do të jenë planet të ardhmës së ndritur të Kanitës? Unë jam nxënëse e klasës 11, mësimet i vjojnë në shkollën Skënderbeu në Kaçanik. Pas shkollës mesme, unë mendoj se do të vazhdoj fakultetin për prof edukatës fizike. Shpresoj që të ardhmen do të kem sukses edhe në shkollë. Edhe inspiroj krejt vajzat që më mirë me sportin e mundjes, son një sport shumë i veçantë, me thonë, edhe besoj që mundi me arrit me këtë sport. Duke bashkë biseduar, ajo merr një prej diplomave të fundit, e tregon më shumë detaje në lidhje me shpërblimet që pranon kur tregohet më e mira ndër shoqe. Ndër diplomat, kjo është diploma e fundit që e kom marrë në Rumani, edhe për zgjodha t'ja tregoj juve, ku jam kategoria është 55 kg, unë 20, ku jam radhitur e dyta në Ballkan. Komentet janë shumë të mira, profesorët, nxënësat, krejt më përkrajnë shumë. I falenderoj edhe drejtorin e shkollës, profesorët, kujdestarin krejt. Falenderit shumë. E për fund, Kanita shpreson në një gjë shumë interesante që do ta bënte jashtëzakonisht të lumtur. Këtë vit nuk ka u gara, i kom përfundu, veç e pres shpalljen e sportista në fund vit. Shpresoj që të dalë më e mira e mundjes. Kjo intervistë nuk ka lezet pa një mesazh motivues që duhet patjetër ta dëgjoni. Këtë profesion duhesh më koni guximshëm, edhe nuk është ndaj sen tragjike që mos me bu këtë sport.
Kështu që i kisha thonë krejtve që me vazhdu sportin e mundjes. Sa është shumë mirë. Kë ka pas Kanita inspirim? Shoqja ime është mirë prej e vogël, tani më ka morë edhe mua që kum vazhdu më mirë me mundje.